këtu. Pse jo të flas për... Fillimisht më jep një përshtypje të parë. Përse ju bashkove protestës njëherë? Pse të lindi kjo dëshirë që ti të shkoje në protestë? Shiko, është ndjesi, pa ma bëhet fjalë edhe për të ardhmen time, edhe të fëmijëve të mi, edhe të pasardhëve të mi, por edhe për të rinjt. Unë jam shumë afër të rinjve sot edhe e di shumë mirë se çfarë mungesa shkan, apo se çfarë kushtesh duhet të kemi për një jetesë akoma më të mirë. Qoftë ajo që na ofron shteti. Pjesën tjetër sigurisht ja ofron vetë njeriu, individi, të ardhurat apo jetesën me forcat e veta, me punën e vetë dhe me çdo gjë që krijon për të mirën e tij. Si u njohë me protestën, ose si të erdhi protesta ty dhe pastaj ti vajte atje? Shiko, me thënë drejtën ka qenë pjesa më e dhimbshme për mua, unë jam shumë empatike si person. Kur ai personi në Vlorë u tërhoq zvarr, edhe unë ndjeva e pambrojtur, ajo ka qenë për mua pika ku unë ngrita zërin në Instagramin tim. Filloj në rrjetet sociale. Po, filloj normalisht, aty e ngrim zërin ne, se normalisht në familje apo kështu, po domosdo influencerat sot apo blogerët apo njerëzit që kanë ndjekësa edhe kanë shikueshmëri, kanë ndikim te shoqëria. Pra ti e bëre se u ndjeve empatike, nuk është se e bëre për disa like më shumë që thot zoti Rama. Jo, vetëm unë jam shumë empatike, shumë e ndjeshme, sepse e njëjta gjë mund t'i ndodhe dikujt një njeriu, se njeriu po nuk e provoi, po nuk e ndiu atë që një padrejtësi që i ndodh tjetrit, do ta ndjej vetëm atëherë kur ti shkoj te gjëja personale. Unë nuk pres që të ndodhi personalisht, pavarësisht se kam pasur raste në familje që nuk kam pas mbrojtje dhe kanë shku situatat jo mirë, për sa i përket rregullave të shtetit, të policisë apo të mbrojtjes. Edhe aty ishte një polici e tëra që nuk bëri asgjë për një qytetar që në reagimin tim edhe në videot që jam parë, nuk ka pas as dhuna i person, protestuesi që ishte nga ana tjetër, po fliste, po debatote. Ishte private, në fakt ata që tërhoqën zvarr edhe. Po gjithsesi policia e shtetit më pas i largoi nga puna, arrestoi. Po reagoj me vonesë. Me vonesë, gjithmonë me vonesë. E mira ishte të kishin ndërhyj aty, edhe mos 200-300 metra që ishte tërheq zvarra i njeriu mu duk jo diktatur, po ishte shumë e rëndë në qoftë edhe në sytë e botës. Sepse unë gjithmonë eci me këtë mendimin që ne duhet përcjellim tani sinqerisht një energji, një kulturë që shteti jonë do bëhet, se gjithmonë i vogël, nga përmasat, por na njohin në një sy tjetër bota atje jashtë, edhe për disa gjëra që njerëzit kanë bërë, por pse të lëm një shije të tillë që ndodh në Keda, ti kur del në protest, je dakord me gjitha kërkesat e protestuesve? Pra, ke dhe ti zërin tënd në ato kërkesa, i gjen veten? Gjej veten pothuajse 99.9%. Nuk e dia ka ngel në 1% që unë nuk jam dakord, por në gjitha pikat që aty preken, janë të rëndësishme për jetesën. Qoftë duke folë për spitalet që është folur, qoftë edhe për natyrën, unë dua që trashëgimia ime, apo ajo copë toke e vogël e madhe, unë ta ketë mbesa ime, ta ketë nipi ime dhe të trashëgohet me gjakun edhe pasardhësit e mi. Unë nuk po dua disa koloni, se t'ishte puna për koloni apo për shtete tjera, kot atëherë nuk kemi me italian sot, apo me turqit, apo me gjërat e tjera. Ama përderisa ka luftu për këto toka, pse duhet i marrë një huaj edhe ka jo pika e nartëse, unë nuk jam kundra investimeve. Okej, merre, investo, unë jam vetëm origjinë nga Bulqiza. Për shembull, po të flas për minirat e Bulqizës, edhe aty i kanë të huaj, nuk dua të përmend emra apo, i kanë të huaj që i kanë marrë përsipër edhe po i menaxhojnë, ama nuk e kanë bler tokën e Bulqizës. Në momentin që është shit blerje, aty ishte pjesa e nartës apo vetë gjakut shqiptar për të mbrojtur tokën e tyre. Ndërkohë investimi mund të bëj, mund të merrej fitimi, mund të përdorej për këto investime, po jo të shitej. Domethënë, ky është ndryshimi i investimit të drejtë në një zonë që po e shikoni strategjike, por jo që të shitet në anën tjetër për shumë vite me radhë. Ti vetë me çfarë merresh përveç rrjeteve sociale që je shumë ke popularitet e tjerë?
Unë jam marrë me shumë gjëra, unë kam mbaru vetë studimet për arkitektur, ama dita them që rrogat apo pagesat apo të ardhurat që mund më sillte vetë profesioni im duheshin shumë vite jetë që unë të jetoja po me ato të ardhura. Edhe domosdo, kur unë kam punu në studio arkitekture, kam pasur edhe 2-3 punë të tjera që t'ja dilja me jetesën e Tiranë. Pra është e vështirë jetesa për një të re të 20-at apo jo? Po. Mua më duket e vështirë sepse, normalisht në varësi të njeriu se sa kërkon nga vetja. Unë jam një njeri që kërkoj shumë nga vetja dhe du ta shikoj me një jetë që mund mos më dhimbset mos kem pengesa për një spital, një hall, një dëshirë time, një udhtim apo qoftë edhe për transportin mos vuaj siç kanë vujtur edhe brezat më para, se sa më shumë kalon koha, aq më përpara duhet jemi edhe aq më pak vujtje duhet të përcjellim te ardhmja. Po, shokët e tu, kolegët, shoqet, si e kanë pritur? Ta afërm, nuk e di, flas gjithmonë gjeneratën Z, pra brezi jot. Pjesën e kujt? Daljes në protestën, si e kanë pritur? Kam pas reagime shumë pozitive që më kanë thënë bravo, normalisht kanë hipoteza, se habite me hipotezat, kusht ka përfshirë, si e përfshirë, fshien ca pagesa aty, jo, unë jam empatike si njeri. Ti nuk e patur motivimet të tjera financiare? Absolutisht, as për like që thotë, zoti kryeministër, ish kryeministër dua ta quaj, sepse di që do bëhet një ish shumë shpejt, në funditesh. Edhe as për like, as për views, unë Instagramin më vjen mirë që na ka dhënë rëndësinë e duhur, sepse zëri ynë nuk ka rritur aksionet. Zëri ynë ndikoi edhe njerëzit kuptuan se puna jonë që nga rëndësishme, kaq vite, se unë kam që 2018 që merrem, është 2026 dhe i thon 8 vite që unë merrem me Instagramin, unë nuk ngela për protestën për të marrë krejt viewersat. Sa ke followers ose kam mbi 170.000 ndjekës, edhe unë nuk e kam të nevojshme vëmendjen. Pra nuk e kishe nevojë ta merrje. Jo, unë kam punuar dhe në televizion, kam punuar gjithandej dhe sot me një skandal më të vogël ti bëhesh virale dhe bëhesh e famshme në Shqipëri. Ky është realiteti i ditëve të sotme. Kështu që unë nuk kam pritur, nuk kam qenë ai personi që unë të bëj diçka për të marrë vëmendjen ke kjo që ndodhi. Por e kam bërë sepse e kam ndier je shumë afër, se dhe vetë nga një familje shumë e thjesht, rroktarvi, dhe e di se sa vujtje është marrësh një shkollë për një tri. Kur nuk ke mbështetje, qoftë edhe nëse je nxënës ekselent, se unë kam qenë ekselente dhe nuk kisha një përkrahje apo një shpërblim nga shteti, apo që ndihesh e vlerësuar për atë që ka jep, nuk po them për atë që rrin, paraziton, apo nuk investon apo nuk bën asgjë që të marrë një gjë në këmbim.